Hoteli që mban emrin Mac Albania, krah Universitetit Politeknik të Tiranës, është prej vitesh kantieri një prej projekteve më të diskutueshme në kryeqytet. Grupi Kastrati, që ja bleu ish Sheratonin investitorëve kuvajtian në vitin 2018, nisi punimet për zgjerimin dhe ndërtimin pas tij të 6 kullave pa një leje ndërtimi. Ky zhvillim vijoi ndërkohë që institucionet heshtën. Pamjet dhe dokumentet e siguruara nga Citizens.al tregojnë se Vinçi ishte ngritur që në vitin 2019, kur leja e vetme ekzistuese ishte ajo e zhvillimit dhe jo e ndërtimit. Leja e zhvillimit është një dokument paraprak që nuk jep të drejtën për të ndërtuar. Ajo përcakton vetëm kufijtë dhe volumet e mundshme në një zonë ku shfaqet interesi për të ndërtuar. Leja e ndërtimit më pas, që në atë periudhë jepej nga Bashkia Tiranë, u miratua rreth 2 vite më vonë. Citizens.al ka mësuar se grupi Kastrati aplikoi për leje për 2 nga zonat e zhvillimit më 6 maj 2021. Aplikimi u miratua 2 muaj më pas. Ndërkohë për 2 zonat e tjera, C dhe D, leja u dha në qershor 2022. Por në terren, puna kishte vijuar, madje deri në fazën e karabinas në 3 nga 4 zonat e zhvillimit, B, C dhe D. Në kantier nuk ka patur asnjëherë tabel njoftuese për publikun. Kastrati ndërkohë shpalti marrëveshje me marka të njohura ndërkombëtare si Hyatt apo Hilton, duke e prezantuar projektin si një investim strategjik për Tiranën, por asnjë nga këto hotele nuk është hapur ende. Afatet fillestare që parashikonin vitin 2023 kanë kaluar, ndërsa faqja zyrtare e Kastratit flet për shtyrje deri në vitin 2026. Në dokumentet që Citizens.al ka siguruar, projekti i rishikuar e ka rritur ndjeshëm sipërfaqen e ndërtimit nga 69.000 metra katror në mbi 108.000, edhe numri katëve u shtua nga 13 maksimalisht në 15, ngjashëm edhe katët nën tokë nga maksimumi 4 në maksimumi 5. Bashkia Tiranë i caktoi grupit të paktën 2 taksa të ndikimit në infrastrukturë me vlerë totale mbi 1.6 milion euro, por ajo nuk sqaroi se kur u paguan ato. Nga ana tjetër, mungesën e veprimeve, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit e justifikoi me faktin se për projektin në fjalë nuk ka pasur ankesa apo kallëzime. Në praktik, kjo do të thotë se nëse nuk ka presion publik apo denoncime formale, ndërtimet mund të rrëshqasin jashtë kontrollit ligjor, sidomos kur pas tyre janë grupe të mëdha ekonomike. Kështu kullat e Kastratit tek ish Hotel Sheratoni nuk janë vetëm një histori 5 yjesh betoni dhe xhami. Ato janë shembull i qartë i investimeve që bëhen në mungesë llogaridhënie dhe kontrolli, niset të ndërtohet pa leje dhe me ndryshimet të projektit shumë fishohet sipërfaqja, e gjitha nën hundën e institucioneve që nuk bëjnë detyrën. Përkundër këtij rasti, qytetarët e thjeshtë apo dhe sipërmarrësit e vegjël kanë ndjerë vazhdimisht dorën e hekur të autoriteteve në luftën e deklaruar ndaj ndërtimeve informale. Ky rast tregon se politika ka qenë dhe mbetet me 2 standarde. Citizens.al i është drejtuar zyrtarisht grupit Kastrati për koment, por deri në momentin e publikimit të këtij artikulli dhe kësaj video nuk ka marrë përgjigje.